Në prag të festës së Bajramit, teksa besimtarët janë në përgatitjet e fundit për kremtimin, humanizmi dhe solidariteti kanë marrë një dimension të veçantë në Gostivar. Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në këtë qytet ka realizuar një aksion të gjerë humanitar, duke shpërndar pako ushqimore për rreth 200 familje në nevojë. Ky aktivitet u mundsua fal mbështetjes së kompanisë Ali Market, e cila edhe këtë herë dëshmoi përgjegjësi sociale dhe përkushtim për të ndihmuar shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, me qëllim që tryezat e Bajramit të jenë më të begata për të gjithë. Sot ne jemi këtu në medresen e Gostivarit, ku bëjmë shpërndarjen e disa ndihmave për të cilat një kompani nga qyteti i Gostivarit, Ali Marketi, ka shprehur dëshirë që në këto ditë të fundit të Ramazanit, gjëgjësisht në prag të ditës Fitr Bajramit, sofrat e atyre të cilët kanë më tepër nevojë të jenë të mbushura ashtu siç edhe sofrat tjera. Ne si muftini e falenderojmë kompaninë e përmendur më lart dhe lutim Zotin Xhelexhanu që ta shpërblejë me shpërblimet e tija. Përfaqësuesi i muftinisë së Gostivarit Albin Osmani, i cili ishte i angazhuar drejt për drejt në organizimin dhe realizimin e këtij aksioni, theksoi se gjatë këtij muaji të shenjtë janë ndërmarrë një sër aktivitetesh humanitare. Sipas tij, shumë prej këtyre iniciativave janë realizuar me kërkesë të donatorëve pa u bërë publike, duke arritur tek familjet në nevojë larg vëmendjes së opinionit. Pastaj kemi pas edhe kompani tjera të cilët janë edhe të qytetit të Gostivarit, edhe jashtë qytetit, të cilët kanë pasur dëshirë të jesin anonim, dhe kemi pas edhe ndihma nga njerëzit të cilët janë privat, që janë drejtuar muftinisë, edhe ata kanë pas dëshirë që të jenë në atë formën që të mos i përhapim apo të mos i shpallim në publik. Prandaj, për të gjithë ata të cilët kanë dhënë mundësinë dhe kanë dhënë për muajin e shenjtë të Ramazanit ndihma për edhe në muftini, edhe jashtë muftinie që i kanë shpërndajtë, përsëri ne lutim Zotin Xhelexhanu që t'i shpërblejë me shpërblimet e tija, duke shpresuar që kështu të vinë në shprehje ajo kuptimi më i ngushtë i muajit të shenjtë të Ramazanit, që është afrimi me njerëzit, e sidomos me ato të cilët kanë pasur shumë nevojë. Ai nënvizoi se solidariteti mbetet një ndër vlerat më të larta të Ramazanit, vlerë që muftinia e Gostivarit është përpjekur ta mishërojë përmes aktiviteteve të shumta, duke bërë atë pjesë të pandashme të agjendës së këtij muaji të bekuar. Përveç aksioneve humanitare, muftinia ka organizuar edhe aktivitete të ndryshme fetare kulturore për në pasurimin shpirtëror të besimtarëve dhe në gjallërimin e netëve të Ramazanit.